Një shenjë gjatë shtatëzënisë paralajmëron depresionin pas lindjes. Rreziku mund të shihet që në 3 mujorin e dytë. Zbulimet të reja tregojnë se një shenjë që shfaqet që gjatë shtatëzënisë mund të tregojë rrezik të shtuar për zhvillimin e depresionit pas lindjes. Depresioni perinatal, që prek rreth 1/5 gradë gjatë shtatëzënisë ose menjëherë pas lindjes, shpesh mbetet i paidentifikuar dhe pasojat e tij mund të jenë afatgjata si për nënën, ashtu edhe për fëmijën. Një studim i ri i botuar në revistën Nature Mental Health sugjeron se shenjat e para të depresionit mund të vërejnë që në 3 mujorin e dytë të shtatëzënisë. Studiuesit analizuan të dhënat e mbi 600 grave në Suedi që morën pjesë në studimin MOM2B dhe u monitoruan përmes një aplikacioni për shëndetin mendor. Në 3 mujorin e dytë, gratë plotësuan një pyetësor të shkurtër mbi aftësinë e tyre për të rregulluar emocionet, pra sa mirë i kuptonin dhe pranonin ndjenjat, sa mund të kontrollonin impulset dhe të qëndronin të përqendruara në objektiva pavarësisht shqetësimit. Rezultatet treguan se gratë që kishin vështirësi më të mëdha në rregullimin e emocioneve gjatë asaj periudhe, shfaqnin më shumë simptoma depresive më vonë gjatë shtatëzënisë dhe deri në 6 muaj pas lindjes. Kjo lidhje mbeti e fortë edhe pasi u morën parasysh faktorë të tjerë të njohur rreziku, si episodet e mëparshme të depresionit apo frika nga lindja. Çfarë do të thotë rregullimi i emocioneve? Rregullimi i emocioneve është një aftësi psikologjike që përfshin njohjen, kuptimin dhe kontrollin efektiv të ndjenjave. Nuk ka të bëjë me shtypjen e emocioneve, por me aftësinë për të reaguar në mënyrë fleksibile dhe konstruktive ndaj sfidave të jetës. Kjo aftësi është thelbësore për përballimin e stresit dhe mirëqenien e përgjithshme. Studimet tregojnë se ka një rol të rëndësishëm në shëndetin mendor të grave shtatëzëna dhe pas lindjes, pasi shtatëzënia sjell ndryshime të mëdha hormonale, fizike dhe emocionale. Gratë që kanë tashmë vështirësi në këtë drejtim janë më të ndjeshme ndaj stresit dhe depresionit. Forcimi i qëndrueshmërisë emocionale. Rregullimi i emocioneve është një aftësi që mund të mësohet dhe zhvillohet. Terapitë si terapia kognitive behaviorale dhe trajnimi në vetdije janë treguar shumë efektive në forcimin e kësaj aftësie. Programe të tilla, të përshtatura për gratë shtatëzëna, ndihmojnë në përballimin më të shëndetshëm të sfidave gjatë shtatëzënisë dhe prindërimit të hershëm. Mbështetja për nënat e ardhshme në zhvillimin e këtyre aftësive mund të luajë një rol kyç në parandalimin e simptomave depresive dhe në përmirësimin e mirëqenies së tyre emocionale. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.